Në një intervistë dhe në Zërit Amerikës, drejtoresha e organizatës turistike të Ulqinit, Zana Sarvan, e vlerëson sezonin e sivjeshëm turistik si më të miri në këto 15 vitet e fundit. Korespondenti i Zërit Amerikës, Ali Saleh, ka përgatitur kronikan. Drejtoresha e organizatës turistike të Ulqinit, zonja Zana Sarvan, e vlerëson sezonin e sivjeshëm si më të mirin në këto 15 vitet e fundit, ko si pas saj u shenua një rritje konsiderueshme në numrit të vizitorëve. Zonja Sarvan vë në dukje se Ulqini ka arritur të kthejë mysafirit tradicional dhe të jetë konkurrent me Bregdetin shqiptar. Nëse bazohemi në 10-15 vitet e fundit, mund të themi që është një ndër sezonet më të suksesshme në qytetin e Ulqinit, por duhet të cekemi që Ulqini den edhe për ditë shumë më të mira të sezonit turistik, në atë ku kur i ka pas gigante turistike siç ka qenë Riviera e Ulqinit dhe të gjitha institucionet tjera. Duhet na gëzon fakti që këtë vit kemi arritur të kthejmë një numër të madh të jemi konkurrent me Bregdetin shqiptar dhe të kthejmë numrin më të madh të mysafirëve të cilët janë tradicional të ne nga Kosova, ashtu tregojnë edhe të dhënat, dhe diaspora kosovare e cila është në qytetin e Ulqinit, por prap kemi edhe mysafir nga e gjithë Evropa dhe kjo gëzon fakti që Ulqini dhe një siguri e madhe që nëse do të kemi investime në vitet të ardhshme, Ulqini ka një të ardhmë të mirë sa i përket turizmit. Turistët që vinë në Ulqin në sezonin e verës nuk shfrytëzojnë vetëm bukurinë e natyrës dhe plazhet e mrekullueshme, por një vend të veçantë sipas drejtoreshës së organizatës turistike Zana Sarvan, zë edhe turizmi kulturor. Duke filluar nga maj dhe nga maj festit të cilin e kemi pasur, duke vazhduar me netet e klipit, duke vazhduar me Summer Fest, me skenën verore, me panairin e librit, me kalimerën poetike, janë të gjitha manifestimet që përcillen dhe që kanë bujë, dhe ajo që mund të them këtë vit kemi, do të thotë se për shqiptarët e Shqipërisë Ulqini ka qenë një qytet i panjohur dhe nga të gjitha këto përcjellje televizive të cilat bëhen, këtë vit kemi edhe një numër të konsiderueshëm të mysafirëve. Do të mundohemi që të gjitha këto manifestime kulturore në vitin e ardhshëm t'i begatojmë dhe të kemi një program që nga dhjetori dhe për të gjitha manifestimet të dihet data se kur do të bëhet. Zonja Sarvan i veçon edhe mangësitë që shoqëruan sezonin turistik dhe shkaktuan shqetësime tek mysafirët e shumt. Ajo mendon se në të ardhmen e shpejtë do të eliminohen të gjitha këto lloj pengesash. Problemi kryesor ka qenë furnizimi me rrymë elektrike, një diçka që është jashtë kompetencave të pushtetit lokal. Jemi munduar dhe aty të gjitha ministrive gjetse do thotë të intervenojmë, kemi arritur, por jo në nivel sepse dhe sot kemi probleme, ndërsa ato probleme të cilat janë paraqitur si mos angazhimi pushtetit lokal, mendoj që nga shtatori duhet të mundohem që të kemi një zgjidhje më të mirë, duke u nisur nga pastërtia e qytetit, nga furnizimi me ujë, i cili ka qenë për fat të mirë vetëm pak disa ditë problem, dhe deri te rregullimi i komunikacionit dhe parkingjeve. Bregdeti i Ulqinit edhe kësaj vere mbetet më i preferuar për pushuesit nga Kosova dhe rajoni. Bregdeti i pastër me shumë plazhe atraktive që kanë një natyrë të rrallë, por edhe akomodimi dhe siguria në qytet e kanë bërë joshse këtë vend për pushuesit e ndryshëm. Për Zërin Amerikës nga Ulqini, Ali Saleh.